Mirëmëngjes, urdhëroni. Mirëmëngjesi, Andi. Ju përshëndes. Çështja e me të zëri që keni sot, është një pasojë që juve nuk i bëni zmet në një këshill, sepse unë jam amallatë, po një gjë një këshill. Në mëngjes esë, një luk mjalt, mbaje te goja, edhe në darkë, para se të gjumë, mbaje te goja, sepse të gjithë viruset të hyjnë nga unda, kalojnë në grykë dhe pastaj kalojnë virus. Unë jam 75 vjeç, edhe nuk kam kap dy herë gripi, por edhe kur më kap qik letë, këtu që kaloj me fjallë, jo, këtu ka kap keq, pa ne po them, për këtë pjesë. Të falenderoj, shiko, këto ditë e kam bërë këtë të mjaltit, edhe mbrëm me tjere, po që është pasojë e ftofjes 3-4 ditore dhe i ke zërit. Faleminderit, do t'ju dëgjoj. Njësoj jemi dhe unë, po, tani çështja e tyre të... Unë nuk i njoh këto të strinjë, sepse unë zakonisht duhet me fol ato që kanë hyrë në listë të sigurta. I pete ka i podcasti apo? Nuk i njoh dhe nuk e di çfarë niveli kam. Pa ja, nuk i ndjek këto gjëra, unë pavarësisht ashtu, po nuk i ndjek, po jam të rinj kështu që ta mund të themi, mund të them, mund të jenë dhe shumë të mirë, mund të jenë dhe të dobët, nuk mund të vej gisht. Kurse këta primaret e Saliu që pastaj thonë pse miremi me Saliu, do mirë me Tritan Shehun, do me Fernand Nokën, me Edri Palokën, me Spaun, e me të tjerë dhe të tjerë, dhe me Floriana Garo, që cila mori 35 vota dhe la jashtë. Unë jam nga Tirana dhe përshëndes Jolita Tabaku dhe me Metit, po të dali Floriana Garo, para Tabakut dhe para... Nuk është në lista. Ata janë si... Nuk është në lista, të lutem. Nuk është në lista. U përfol, po nuk është mos po në lista, po nuk është pra... Kush? Garo? Po pra. Garo po, është në listë e sigurta. Po, nuk është në listën e sigurta, jo. Nuk është. O, ndoshta të riqim, po me gjitha të. E u troqa, është... Dhe më thënë, ku duhet dalë? Të dy kokat e Tiranës që kanë dhe kulturë, rrjedhin nga familje me kulturë, pra kanë bagazh, unë Saliu do bëj ushtarët e vetë, dhe kështu që ai më tepër duhet bëj parti familjare. Prandaj jemi me këtë pjesë që Saliu mund të bëj çfarë det, mund të ketë çfarë, por i gjë doli e hapur që do partitë e vogla, se doli dhe ai Adratik Lapa e tha që baba kthim ata, o e mirë kurse edhe ai Ali Beja këtë do fusëm kushërinë se kemi hangër në votave. Zotri, të lutem, se nuk kam zë, po duhet të shpjegoj pak të, as për të mbrojtur Lapajn as tjerët. Ata thonë që ne kemi vendosur emrat e të afërve apo prindërve tek pjesa e listës së mbyllur, sepse kodi zgjedhor kështu e përcakton. Lista e mbyllur fiton mandatin përpara listës hapur. Ne duam që t'jemi vetëm me listat hapura, kanë theksuar ata, dhe kemi vendosur prindrit apo të afërmit, që ata nuk do t'a marrin mandatin, dhe pak a shumë do i lënë radhë ati të listës hapur. Ke listë e hapur janë gjithë ata kush votojt më shumë e kush jo. Kjo është. Unë nuk e kuptoj tani, se unë s'kam asnjë gjë me Lapajn. Nuk e kuptoj sa e vështirë është për të kuptuar kjo. Është një lloj liste e hapur e gjitha. Është një lloj liste e hapur e gjitha. Po, këto, kur vendosin njerëzit e vetë, nesër ndoshta fiton, jep dorëheqje, janë firmat vjetër të xhiruar me kohë, që nga eksperienca janë xhiruar me kohë këto firma. Dhe prandaj, dhe kur thot me një fjalë këta, dhe kur vjen funi, ky vjeri këtij Lapajt, ka pas kurs plepash ka bërë ky. Kryetari gjykatës. Mirë më tani, se të gjithë këtu në Shqipëri kemi bërë diçka në... Jo. Me bë biografinë, sa dëshire keni tani, po. Jo, biografinë ja bëjmë se të është politikan, nuk mund t'ja bëjmë biografinë të tjerëve. Por ky, Lapaj ka shetitur, këtë ka i, të gërnës e nënda, ka shetitur të Basha edhe me rallë, kështu që nuk e ka sharë njëherë ky Lapaj, para se të të ishte kandidatur, nuk e ka sharë njëherë Sali Berisha. Dhe në moment
që hodhi kandidaturë i futi shame, jo të shame, po kështu të lehtë. Prandaj ky është nga ata ushtarët e Staliut. Faleminderit. Dakor, faleminderit, përshëndes, mirëmëngjesi.